ju keni të drejtë i nderuar gazetarë që ta bëni këtë pyetje, sepse kështu sikurse ju, mua më ndalojnë njerëz në rrugë dhe më thonë avokat, ku i ke arrestimet? Se kam folur shumë dhe unë kam bërë budallë që t'je zakonshme. Po si u përgjigjesh? Se të them, s'kam thënë unë do bëjnë arrestimet, ka thënë profesor doktor Pullum Pilinçi, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare, dhe atë po presim. Tani profesor Pilinçi më dëgjon, më shikon, të bëj ato për cilat është zotuar. Mund të ketë probleme të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që plasi lufta me Iranin, që është lufta në Ukrainë, kanë probleme të tjera, nuk e diskutoj fare. Por ato probleme nuk na pengojnë ne që të arrestojmë gangsterët dhe hajdutët dhe banditët që drejtojnë shtetin shqiptar. S'na pengojnë ato. Ndaj, unë e kërkoj këto, ja po i drejtojmë publikisht profesor Pilinçit. Profesor, në emrin tuaj dhe me mbështetjen tuaj kam deklaruar gjithmonë që do bëjnë arrestime. S'janë bërë arrestime, deri tani. Nuk po arrestohet Gjaçka, zoti Pilinçi. Nuk po arrestohet Ballukja. Nuk po arrestohen banditit e tjerë të bolshevik në partinë, në dy partit PDPS baras Partia e Punës së Shqipërisë. Asnjë s'po arrestohet nga ata. Edhe me Berishën tallen. Jo do bëhet gjyqi sot, jo do bëhet nesër. Jam i smur, jam me raport, jam me atë, jam me këtë. E thatë shumë mirë që thatë të shkoj me tezgë. Me tezgë të shkoj të përgjigjet. Të përgjigjet se ka bërë dëme dhe krime të jashtëzakonshme këtij populli, këtij vendi. Dhe ne ka bërë neve që pa e ditur se kush që ishte Juda në mesin tonë, e kemi mbështetur. Të paktën unë deri në 2005 e kam mbështetur. Edhe nuk e kam për turp që e kam mbështetur sepse mendoja që ishte idiot. Tradhtia ka përmbysur perandori, jo më një zace që s'është një person është. Prandaj ju lutem miqve tanë amerikanë, i drejtojmë ambasadores amerikane në Tiranë, zonjës Nancy. Zonja Nancy, ju lutem zbatoni ato angazhime që keni marrë para popullit shqiptar, jo ju personalisht, ju si qytet amerikan. Kemi folur edhe për qeverinë teknike. Po. Mos ndoshta qeveria teknike po vënohet nga që edhe fokusi amerikanëve nuk është ndoshta tek shqiptar për momentin, duke pasur që është lufta në Iran. Atë mendim kam dhe unë që e vonojnë amerikanët, unë nuk i vë faj profesor Pilinçit këtu. Po profesor Pilinçi duke pasur kompetenca të plota se çka deklaruar, që ka thënë unë nuk marr urdhra, po unë jap urdhra. Dhe këto intervista i kemi të tëra të regjistruara i kemi, atëherë të japi urdhër të filloj punën. Ose të japi urdhër të arrestohen ata ose të arrestohet Dumani që nuk i arreston. Dy rrugë ka, rrugë të mesme këtu nuk ka profesor. Profesor nuk ka dy rrugë këtu. E di unë, ju jeni zemëruar me mua profesor, po ua them ta din gjithë shqiptarët. Ju jeni zemëruar me mua sepse dash një intervist diku tek një televizion që unë nuk e keni qejf. Zoti Pilinçi, unë jam zaqe islami dhe ato që them në një televizion të komunistëve apo të socialistëve, ato i them në të gjithë botën, në gjithë televizionet e botës. Unë kur flas për vete, nuk flas për në emër të tjerëve. Dhe atje kam thënë, dhe kjo u zëmëroj juve, që unë thash kur do bën arrestime. Po, prap po e them, po e përsëris këtë pyetje, vajtë 2 muaj. Përse nuk po bën arrestime? Çfarë i pengon? Do bën apo s'do bën përfundimisht? Ti e gazetar me eksperiencë pak a shumë tani, se e mosh i ke kaluar 40-at. Po. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe që më ke intervistuar mua, ke kuptuar, ke parë, je bindur që unë nuk guxoj të them gjërat pavërteta se nuk jam trim. Gjërat e pavërteta i thon trimat. Dhe ata që kanë shpatulla nga mrapa. Unë s'kam njëri, unë jam vetëm. Kjo Bejko, se tani më kujtua mbi emri, më duket se ka Rovena, nuk e di si e ka Bejko. Blerina Bejko, bravo. Kjo para u bën 10 vjet tani, 8 vjet që ka qenë në Pogradec, ka mbështetur dhe ka mbrojtur gangsterët që prishën makinën e një qytetari nga Librazhi, që kishte me targa greke, shkretja, ishte në ndalim në kthesat e Qafthanës, vajti makinën e tyre goditi, dhe ajo makinën Elshoj u dha atyre, nuk pësuan asgjë, as u dënuan, as u morën vesh, dhe ajo akoma dhe sot e kësaj dite është i smur, i gjysmë invalid.
Kjo zonja Beko e bëri. Zonja Beko të ftoi, po të hedhë dorashkën. Hajde të debatojmë bashkë, ballë për ballë. Avokat, po këtë përplasjen si e ke parti Dumani me Arben Krahn? Qa luet mbrapa? Që tua themi dhe njerëzve. Dëgjom këtu. Spaku dihet që është krijuar nga amerikanët edhe Byroja Kombëtare e Hetimit është krijuar dhe paguhet nga taksat paguesit amerikanë. Nuk paguhet nga lekët e shqiptarëve, si që më tha një patronazhist këtu te lagja ime mbrëm. Që më thosh mua paguan qeveria shqiptare edhe janë detyruar të përgjigjen qeverisë shqiptare. Jo, zotëri. Spakun e kanë ngritur amerikanët dhe do të bëj atë detyrë për të cilin është ngritur për të zbatuar ligjet e vendit. Tani, përplasjet e tyre ati, ky Arben Krahn që ta dishti, ky ishte, po e them pastërtisht, fare me qetësi dhe me avash. Ky që spiuni i matë që nxirrte të gjitha sekretet e Spakut e i merrte media. Ky u jepte. Ai ka shpërdoruar detyrën. Për mua duhet të vej në burg. Se ai nuk është prokuror, ai është një punonjës partie që merrte urdhrat nga Edi Rama dhe i zbatonte një për një. Dhe Altin Dumani ka detyrimet të tjera dhe ka borxhe të tjera karshi këtij vendi, karshi nesh. Ke borxhe karshi nesh zoti Dumani, sepse ti e more atë detyrë për të goditur korrupsioni, gjë që s'po e bën. U more vetëm me kundërshtarët e Edi Ramës. Prandaj ne kemi të drejtë, dhe unë kam të drejtë të them që ti shërben Edi Ramës, jo ligjit, jo detyrës për cilën paguhesh. Kini hedhur firmën në Amerikë disa nga ju, kini marrë udhëzime ati, kini marrë instruktazhe, ua kanë bërë të qartë gjithçka partnerët tanë Amerikanë. Po ju i bindeni më shumë Moskës edhe Beogradit edhe Edi Ramës, spionit të këtyre dy shteteve. Zoti Dumani, bën detyrën të paktën nëse do ikësh që andej të ikësh me faqe të bardhë, të mos ikësh me faqe të zezë. Pse ti ke dhe një që ta dish, ti o do ikësh me faqe të bardhë atje o do vesh në burg, për mos batim detyre, mba e mën këtë që të them unë. Avokat, pse nuk kemi arrestime si që unis në fillim nga Spaku që po goditeshin disa prej funksionarëve të lartë? Ti kërkojnë llogari ata që i kanë vendosur atë, ata që i ngritën, ata që i paguajnë. Llogaria që kërkoj unë të Spaku është kjo që i them Altin Dumani bën detyrën. Ata që i paguajnë të thonë, hajde këtu ti zotëri, se të paguajmë sa frëngu pulën ty, të kemi siguruar ty, familjen, fëmijë, gjithçka. Shkon ku do qefi je i kontrolluar, i mbrojtur dhe i ruajtur. Tani pse se bën detyrë ç'ke? Janë ata që duhet të kërkojnë llogari. Dhe ose kuptoj, thuhet ditë për ditë do bën arrestime, do bën. Kur do bëhen këto arrestime zotëri? Kur do bëhen? Se unë po u dal gënjeshtar qytetarëve shqiptar dhe u kërkoj ndjes, se deri tani kanë folur i mbështetur nga deklaratat dhe nga mendimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do zbatojnë ligjin, do arrestojnë të korruptuarit dhe do t'i çojnë para drejtësisë. Deri tani nuk po shkon asnjë tjetër përveç atyre dyve që kishte konkurrent Edi Rama. Të tjerët jo. Pse nuk zoti Dumani, pse nuk e arreston këtë ndrikullën e shërbimit sekret grek? Pse nuk e arreston? Ç'ke? Kush të pengon? Po ti kujt i shërben vetë? I shërben detyrës që të kemi ngarkuar, të ka ngarkuar shteti dhe populli shqiptar, apo i shërben interesave partijake të Edi Ramës dhe të atyre që e paguajnë të antishqiptarëve në Beograd dhe në Moskë. Prandaj po them,